Kampi i refugjatëve në Gjadër vjen të ngjall polemika në Itali. Të premten 15 refugjat që presin në riadhësimin në vendet e tyre u transportuan në kampin italian, që është ngritur në territorin shqiptar, pas grupit prej 40 personash që erdhën më 11 prill. Por ndërkohë që në Gjadër vjen puna për riadhësimin e emigrantëve, dy deputet italian kërkojnë ndërhyrje urgjente të Këshillit të Evropës me pretendimin se në kampin e Gjadrit ka shkelje të rënda të drejtave themelore të njerëzit. Sipas raportit përpiluar nga deputetja demokrate Raquel Scarpa dhe eurodeputetja Cecilia Strada, dërguar Komitetit Evropian për parandalimin e torturës të Këshillit të Evropës në kampin e Gjadrit, jeta e personave të ndaluar është në rrezik. Sipas tyre, gjatë ditëve të fundit ka patur afërsisht 10 tentativa për vetvrasje në radhët e emigrantëve. Deputetët që e vizituan personalisht kampin e Gjadrit i kërkojnë Komitetit Evropian për parandalimin e torturës që të vlerësojë një vizitë urgjente nga ekspertët e Këshillit të Evropës për të hetuar legjitimitetin dhe proporcionalitetin e masave ndaj emigrantëve të zhvendosur në Shqipëri. Deri më sot nënvizojnë deputetët. Kriteret e përzgjedhjes për emigrantët që zhvendosen jashtë Italisë janë ende të paqarta dhe asnjë nga personat e transferuar nuk e kishte kuptuar se po shkonin në Shqipëri. Sipas raportit, ajo që është shqetësuese është gjendja psikofizike e emigrantëve të mbyllur në kontenier. Në 2 javë janë regjistruar 35 ngjarje kritike, kryesisht akte të rënda të vetlëndimit deri në tentativa vetvrasje, kryesisht me mbytje ose varje, thuhet në raport. Sipas dekretit miratuar nga qeveria Meloni më 28 mars, ka ndryshuar kategoria e personave që mund të transferohen në qendrat e pritjes në Shqipëri. Tashmë jo më si azil kërkues të kapur në det, por si emigrant të parregullt në Itali, që do të dëbohen në vendet e origjinës.